Clint Eastwood dhe Morgan Freeman kanë shënuar dhe një tjetër bashkëpunim. Invictus është filmi më i fundit I tyre, në cilin Freeman interpreton Nelson Mandela, ndërsa Matt Damon, një trajner regbie I cili merr në dorë drejtimin e skuadrës së Afrikës së Jugut për kampionatin botror të vitit 1995. Në një tjetër informacion nga kinematografia, Sasha Cohen përballet me një tjetër paditë të ngritur nga një intervistuar prej tij në filmin e fundit Bruno. Të ndikim në vazhdim kolegen Mirela Milori në rubrikën Minutat e Hollywoodit. Morgan Freeman dhe Clint Eastwood kanë shënuar një tjetër bashkëpunim së bashku, një bashkëpunim I cili duket se do të jetë një film që mund të fitojë dhe çmimin Oscar. Bëhet fjalë për filmin Invictus, I cili bazohet në një histori të vërtetë. Është historia e një trajneri regbie I cili në vitin 1995 e ka udhëhequr ekipin e Afrikës së Jugut drejt fitimit të titullit kampion bote. Në një tjetër zhvillim është aktori Johnny Depp I cili është shpitur në një mënyrë mjaft origjinale dhe të veçantë në Japoni për premierën e filmit të tij Public Enemies. Rreth 2000 adhurues kanë pritur Johnny Depp të kalonte në tapetin e kuq për premierën japoneze të filmit Public Enemies. Për Depp, adhuruesit janë më të rëndësishmit. Unë nuk mund t'i përcaktoj këta njerëz thjesht si adhurues. Arsyeja që unë jam këtu janë ata, sepse ata shkojnë të shikojnë filmat e mi. Nëse ata nuk do të shihnin filmat, unë do të mbetesh ata punë, ndaj në një farë mënyrë ata janë punëdhënësi im. Filmi I cili trajton temën e vjedhjes së bankave në periudhën e depresionit të madh në Shtetet e Bashkuara, ka dalë në kinemat amerikane dhe evropiane verën e këtij viti. Në këtë film Johnny Depp interpreton me aktorin tjetër Christian Bale. Një shitës palestinez dhe babai I tij të portretizuar si terrorist në filmin Bruno kanë ngritur padinë ndaj Sasha Cohen, aktori kryesor I filmit, David Letterman si dhe kompanisë Worldwide Pens që kanë financuar dhe transmetuar filmin. Në padinë e ngritur nga Ayman Abu Aita, e cila është dorëzuar në gjykatën e distriktit të Kolumbias, kërkohet si dëmshpërblim $110 milion. Baron Cohen në film interpreton Brunon, një gej austriak I cili udhton në lindjen e mesme për t'u bërë I famshëm. Ai ka intervistuar Abu Aitën duke e prezantuar atë si pjesëtar të brigadave militante Al-Aqsa. Avokati izraelit I Abu Aitës tha se këto shaka janë vërtet të rrezikshme, pasi ne këtu nuk kemi as në Amerikë dhe as në Evropë. Jemi në lindjen e mesme dhe bota funksionon ndryshe këtu. Sasha Cohen përballet dhe me një tjetër proces gjyqësor të ngritur nga një banor I një fshati në Rumani, intervista e të cilit është përdorur pa dijenin e tij në filmin Borat. Ai kërkon $30 milion nga aktori britanik I humorit. Clint Eastwood dhe Morgan Freeman kanë shënuar dhe një tjetër bashkëpunim. Invictus është filmi më I fundit I tyre në të cilin Freeman interpreton Nelson Mandelën, ndërsa Matt Damon, një trajner regbie I cili merr në dorë drejtimin e skuadrës së Afrikës së Jugut për kampionatin botror të vitit 1995. Filmi është bazuar në romanin e gazetarit John Carlin, Playing the Enemy, Nelson Mandela dhe loja që ndërtoi një kombë. Morgan Freeman është takuar me Nelson Mandelën që në vitin 1990, ndërsa aktori Matt Damon është takuar me trajnerin që portretizon në film, por thotë se përshtypje mjaft të mëdha I ka lënë vizita në qelinë e Nelson Mandelës në ishulli Robben. Nga sot filmi del në kinemat amerikan.